është shumë rëndësi me strukturu si temë, për faktin se nëse i referohemi stresit, për çka dhe jemi mësuar të dëgjojmë dita stresi vazhdimisht të gjithë jemi të stresuar dhe të tengarkuar, që është e vërtet për shkak të rrethanave të shumta dhe ndodhive dhe dukurive që po e përcjellin shoqërinë tonë. Po një gjë duhet të kemi parasysh se kur flasim për stresin, atëherë është ajo që duhet ditur është se stresi realisht paraqet atë ndjenjen e tensionimit ose shqetësimit me të cilin ne ballafaqohemi në të gjitha periudhat kur jemi në ndikimin e stresorëve të ndryshëm. Për shembull, mungesa e kohës ose angazhimi në punë të shumta. Me stresin ne ballafaqohemi vetëm gjatë periudhës kur është prezent stresori, kur është prezent shkaktari i cili e shkakton, dhe gjithsesi që kjo ndoshta edhe mund ta merr karakterin kronik me qenë se vazhdimisht ballafaqohemi me situata të tilla. Mirë po, në situatat në të cilat personat ballafaqohen me frikën nga ardhmja, çka nëse vdes, çka nëse sëmurem, çka nëse kam një sëmundje që doktorët s'po ma gjejnë, çka në qoftë se dështoj në kryen e një punës ose realizimin e një synimi të caktuar, atëherë do të flasim për ankthin. Ankthi tani është një frikë e cila dallon prej frikës normale, se te frika normale ne frikohemi, po e dim prej çkafit po frikohemi, kurse këtu frikohesh, po nuk e din nga çka frikohesh. Realisht është frikë pa objekt dhe duhet qenë se personat e manifestojnë kryesisht me simptomatologji fizike ose simptomatologji somatike, si themi ne, ata njerëz shumicën e herave përcjellin kontrollat tek mjekët të lëmive të tjera, shkojnë te kardiologu, te gastroenterologu, te pulmologu për shkak të problemeve ose simptomatologjisë somatike të cilën manifestojnë. Realisht këto simptoma janë përcjellëse të çrregullimit të ankthit. Njerëzit thonë, o doktor, unë jam mirë, nuk kam asnjë gjë, po pa prit më vjen një farë sikleti si prej barkut, dhe unë jam prej lukthit i smut, se tani po më ngushton kranorin, po më nxem frymen, andaj po më thohet goja, po më lërësit e dur, thrana shpesh të zemrës, një farë ndjenje që po më zehen kryt, po më kputen kom në gjunj, po më vjen me çajt pa arsye, me shku shpesh në banjë ose po merr gjuminatën e tjera. Të gjitha këto janë simptoma përcjellëse të ankthit për shkak se njeriu ballafaqohet me një ndjenjë të zbrastisë ose shqetësimit të madh për shkak të krijimit të asaj që ne në psikiatri e quajmë konflikt intrapsikik, dhe tendenca e pavetdijshme e organizmit tonë për ta zgjidhur konfliktin intrapsikik pastaj shoqërohet me simptoma trupore. Ballafaqimi i vazhdueshëm me stresin mund të çojë në rënje të disponimit, rënje të vullnetit, të iniciativës, dhe mund të jetë një prej shkaktarëve të ballafaqimit me disponimin e ulur, po jo gjithsesi në zhvillimin e depresionit, sepse ajo që ne e kemi prezente në shumicën e herave është fakti se njeriu kur ndodhet në situata të përjetimit të stresit, futet në një situatë, një rrethit vicioz, sepse përjeton ankthi shkakton lodhje, lodhja shkakton pazumsi, pazumsia mendime, mandej mendimet të rrisin anktin dhe kështu me radhë. Dhe pastaj si rezultati i ballafaqimit të vazhdueshëm me ankthin, fillon me zhvillu simptoma të reja, siç janë tërheqja në veti, rënja e vullnetit, rënja e iniciativës, humbja e interesimit për gjërat për të cilat ka pasur interesim me herë të tjera, e që mandej e kompleton atë përshtypjen diagnostike të një çrregullimi të përzier të ankthit me depresione.